Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Thoni lëm të mirë rrudhave në fytyrë me këto dy përbërës që i keni të gjithë në shtëpi. Recetat e maskës së fytyrës janë me të vërtet të pafundme. Nëse do ta hidratosh, ta pastrosh apo ta bësh fytyrën tuaj që të shkëlqej, me patjetër ju duhet të përdorni këtë recetë natyrale. Kjo ka një përbërës shumë popullor, i gjithanshëm dhe mjaft i mirë për lëkurën tuaj. Përbërësit që do t'ju nevojiten për realizimin e kësaj recete janë pikërisht një domate e vogël dhe 2 lugë kos. Përgatitja: vendoseni të dy përbërësit në mikser dhe lëreni derisa të realizohet një masë kompakte dhe e homogenizuar. Më pas, ajo do të jetë e gatshme për t'u aplikuar në lëkurën tuaj. Si ta përdorni ju këtë maskë? Trajtimi duhet të aplikohet një herë në javë në pjesën ku ju keni më shumë rrudha në fytyrë dhe në qafë. Me ndihmën e gishtave realizoni lëvizje rrethore të buta dhe lëreni të veprojë për 10 deri në 15 minuta dhe pastaj shpëlajeni mirë me ujë të bollshëm. Me kalimin e viteve, rrudhat fillojnë dhe shfaqen në fytyrë duke u bërë kështu një problem i vërtet për njerëzit, por për luftimin dhe parandalimin e tyre juve ju vjen në ndihmë një maskë natyrale e cila përgatitet shumë thjesht pasi ka nevojë vetëm për mjalt, vezë, kosë dhe një kohësisht vaj ulliri. Në një enë ju duhet të hidhni një lugë mjalt, një të verdhë vezë, 2 lugë kosë dhe një lugë vaj ulliri. Përzieni që të gjithë këta përbërës derisa të përfitoni ju një masë homogjene. Këtë masë aplikojeni në fytyrën tuaj të cilën duhet ta keni larë më parë. Lëreni që të veprojë për plot 30 minuta dhe mëtej shpëlajeni fytyrën tuaj me ujë të vakët. Përdoreni 2 herë në javë një maskë të tillë dhe do të shikoni që rezultati do të jetë me të vërtet befasues. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohë kryesisht tek zona e syve, gojës dhe qafës. Rrudhat po ashtu shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe njëkohësisht duhani. Rrudhat gjithashtu mund të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime tërësisht natyrale. Në këtë video ne do t'ju tregojmë disa prej recetave më të mira natyrale të cilat do t'ju vinë në ndihmë kundër rrudhave. Vaji i arrës së kokosit. Me këtë vaj ju mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhet ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Sipas ekspertëve, vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës D ju mund t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar sidomos në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle dhe njëkohësisht një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajeni atë me ujë të vakët. Këtë maskë duhet ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës gjithashtu ruan ekuilibrat e pH-it ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj shkëlqimin rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni atë në lëkurë.
prisni sa të thajë dhe më pas shpëlajni me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe gjithashtu zbeh rrudhat. Avokado. Tullin e avokados ju mund ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë 2 herë në javë. Avokado zbut rrudhat dhe i jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Përzini një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Gjeli aloe verës është një burim i pasur i vitaminës C dhe ai bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Gjeli aloe verës është një burim i pasur i vitaminës C dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzini sasi të barabarta të mjaltit dhe të lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për plot të 10 minuta. Lëngu i limonit gjithashtu përmban vitaminë C dhe nxit edhe formimin e kolagjenit i cili zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzini një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkojini lëkurën tuaj me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojeni atë si maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Soda e bukës heq qelizat e vdekura dhe përmirëson gjithashtu qarkullimin tuaj të gjakut. Rrudhat apo linjat e fytyrës janë treguesi i parë i plakjes dhe humbjes së vitalitetit të lëkurës. Ky mund të jetë një problem i madh tek gratë, por edhe tek burrat është një shqetësim jo i vogël. Rrudhat krijohen nga mënyra e gabuar e jetesës, ushqimi që ne konsumojmë. Geni është gjithashtu një faktor mjaft i rëndësishëm. Megjithatë, në ditët e sotme, për shkak të mjekimeve natyrore dhe të ushqimit organik, eliminimi dhe njëkohësisht parandalimi i tyre është edhe më i lehtë. Kjo recetë që ne do t'ju tregojmë mund t'ju udhëzojë se si të përgatisni një krem 100% natyral në shtëpi. Maskë me qumësht dhe mjalt. Përbërësit që do t'ju duhen janë një lugë gjelle mjalt dhe gjysmë lugë gjelle organik qumësht të papërpunuar. Procedura: përzieni mjaltin dhe qumshtin tuaj për të masazhuar të gjithë lëkurën. Aplikojeni atë më shumë tek zona me më shumë rrudha. Prisni për të paktën 10 minuta dhe më pas lajeni atë me ujë të vakët. Substancat të cilat ndodhen tek këta ingredient ndihmojnë në thithjen e lagështisë së lëkurës duke përmirësuar edhe elasticitetin e saj. Kjo maskë gjithashtu eviton edhe shfaqjen e rrudhave. Ndërkohë, nga ana tjetër ju mund të përdorni edhe maskën natyrale me kos. Si fillim, ajo çfarë ju duhet të bëni është që të merrni një filxhan kafeje dhe të hidhni 2 deri në 3 lugë çaj me kos dhe të përzini derisa të formohet një masë e plotë. Më pas vendoseni atë në fytyrë duke treguar kujdes që të mbuloni të gjitha zonat problematike si dhe qafën. Ndërkohë që lyeni fytyrën, masazhojeni atë me lëvizje rrethore për të nxitur edhe qarkullimin e gjakut. Kosi do të fillojë të ngurtësohet pas 5 minutash duke krijuar kështu një maskë të mirëfillt. Lëreni për 15 minuta dhe njumni pak duart dhe duke pastruar fytyrën derisa kosi të thërmohet. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë,
kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.